Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Live. Vazhdojmë me maratonën prezantimin kandidatëve për zgjedhjet e 11 maj 2025. Kemi të ftuar sot në flasim hapur kandidatën e Partisë Socialiste, zonjën Entela Hoxha. Faleminderit që jeni në flasim hapur, zonja Hoxha. Faleminderit ju, zoti Bledi. Ishte shumë kënaqësi që më ftuat dhe jam përpara jush sot. Si ju duket fushata? Fushata më duket shumë e bukur, shumë e fortë, por për mua sfidat janë shumë të bukura në jetë dhe më pëlqen shumë kjo fushatë, dhe që jam pjesë e grupit Durrësit dhe po e përjetoj shumë mirë. Është hera parë që kandidoni? Po, është hera parë që kandidoj. Përfshirja politike ka qenë më pashme apo ishte zgjedhje kjo? Përfshirja politike, unë jam antare e Partisë Socialiste që në vitin 2008, që mbas mbarimit të studimeve të larta, dhe jam pjesë e kësaj partie. Nuk mund të them që kam një kontribut aktiv, por e kam dhënë kontributin tim sa herë që më është dhënë mundësia, sepse puna ime dhe fokusi im ka qenë pak në profesionin tim. Por tani jam totalisht e fokusuar në këtë parti dhe që normalisht do jap gjithë kontributin tim ashtu si duhet e jap. Ju jeni stomatologe? Po, stomatologe. Unë jam që në 2008, gati 17 vite që ushtroj këtë profesion. Jam një mjeke që vi nga një familje dentistësh. Prindrit e mi, vllai im, jemi të gjithë të fokusuar në këtë fushë. Vërtet? E gjithë familja? E gjithë familja ime. Gjithë familje dentistësh? Gjithë familje dentistësh, kështu që për mua është shumë krenari që jam pjesë e asaj familje dhe që ne kemi dhënë gjithmonë kontributin tonë në mjekësi dhe që është shumë e mirë edhe për andej nga unë vije edhe për qytetarët e mi durrësak. Sepse origjina ime është nga Dibra, unë kam ardhur këtu që në moshën 12 vjeç dhe e them gjithmonë me krenari që unë jam dibrane me rrënjët e mia në Dibër, por Durrësi është shtëpia ime dhe do t'jetë gjithmonë shtëpia ime. Kështu që shumë faleminderit për qytetarët e mi durrësak që më kanë mirëpritur, që më kanë dhënë shoqërinë e tyre, formimin tim, mësuesit, çdo gjë që unë kam marrë në Durrës. Sepse ky është Durrësi. Sepse ky është Durrësi, po. Është vatra e qytetarisë dhe e mikpritjes. Po, është e vërtetë. Dhe i vlerëson njerëzit profesionistë, njerëzit e paqët dhe njerëzit me zemër të mirë. Jeni njëri mirë, zonja Hoxha? Po, nuk e di në jam njëri mirë apo jo, se nuk e them dot për veten time, por... Çfarë thonë të tjerët për ju, përmes vështrimit dhe buzëqesjes së tyre? Por ato fjali që unë marr çdo ditë nga njerëzit, flas gjithmonë në kuadrin e punës time dhe në profilin tim social, janë shumë falenderues për punën që unë bëj, për buzëqeshjen që unë ju jap dhe për dashamirësinë që ju fal çdo ditë, edhe për mbi të gjitha për thjeshtësinë që unë kam, për t'i mirëpritur qoftë në klinikën time, po qoftë edhe në ambiente jashtë klinikës time. Do të thënë, natyra ime është e tillë. Jam rritur në një familje, zoti Blendi, që kam pasur një traditë familjare që gjyshet, prindrit e mi, jemi mësuar gjithmonë që të respektojmë, që të jemi gjithmonë një lloj me njerëzit, çfarëdo lloj pozicioni që na jepet në jetë, ne duhet jemi gjithmonë një lloj. Pra, asnjë pozicion në jetë nuk ta heq njerëzoren që ke brenda teje, sepse tani kështu ne jemi rritur, me këtë frymë jemi edukuar dhe mundohem që ta pasqyroj dhe në njerëz. Ashtu dhe tek fëmijët e mi, që nesër të jenë shumë krenar për nënën e tyre që të lënë një emër të mirë. Sa fëmijë keni? Unë kam 2 fëmijë, kam 2 djem që studiojnë në shkollën Bedrije Bebeziqi, në një shkollë publike, dhe që me këtë rast dua t'i falenderoj shumë dhe mësueset e asaj shkolle, sepse në këtë periudhë më falni të shumë të ngarkuar që jam unë, ato janë kujdesur shumë. Është Amari dhe Marini, është njëri 9 vjeç dhe tjetri 7.5. Ju urojmë shëndet dhe jetë gjatë. Po, shumë faleminderit. Faleminderit. Po, deri më tashmë keni patur përveç socializimit që e ka çdo njeri, keni patur komunikim me njerëzit brenda klinikës suaj. Po, patjetër. Po tashmë keni sa javë jeni angazhuar jo vetëm jashtë shtëpisë dhe klinikës, por në çdo rrezë të qarkut të Durrësit, sepse kërkoni mirëbesimin e qytetarëve.
Ke zbuluar ndonjë gjë të re në raport komunikimi me njerëzit gjatë fushatës suaj? S'ka që ju ka pëlqyer ose surprizuar? Jo, gjëja e re që unë kam zbuluar, me gjithë sinqeritetin e madh, është që unë jo çdo vend të Durrësit e njihja. Kjo është shumë e sinqertë që ju them. Jo çdo lagje të Durrësit u njihja. Dhe unë vetëm i kisha dëgjuar historitë, problematikat e tyre, por kur ti ishe nga afër, sepse është shumë njerëzit që jetojnë në qytet dhe brenda perimetrit qytetit, pa dashje ti nuk thellohesh për dalë për te, për shkak shumë situatave. Është cikli i jetës, si rutinës ditore. Patjetër. Kjo ishte surprizë për mua. Do me thënë, unë kam mësuar sot çdo rrës të Durrësit, çdo lagje të Durrësit dhe ashtu si disa lagje më kanë surprizuar, jashtëzakonisht për mirë, kishte edhe të tjera që sigurisht njihja njerëzit aty dhe që të bën më tepër akoma që ti këta njerëz t'i ndihmosh për ato problematika që ata mund të kenë aty. Dhe aty kam zbuluar dhe një pjesë pacientëve të mi që ndoshta nuk e dija që vinin nga ato zona, por që kjo gjë më bën mirë çdo ditë që i takoj, që flas, që e ndjej kënaqësinë e tyre, që në atë kafen që ne mund të mblidhemi ose edhe në për shtëpitë e tyre, janë shumë dashamirës. Do me thënë, kjo gjë mua më kënaq pa mas. Të ka motivuar më shumë? Shumë, pa diskutim shumë. Shumë çdo ditë. Dhe nëse do kishe, nuk e di nëse keni apo jo, ndonjë pikë dyshimi ose hije dyshimi për kandidaturën tuaj, tashmë jeni më sigurt se sa kur? Po, patjetër. Jam shumë e sigurt, sepse kandidimi im në Partinë Socialiste e vërteta është që unë nuk kam pranuar me njëherë. Kjo është totalisht shumë e pastër si përgjigja ime, sepse është e vështirë për shkak të profesionit tim. Do me thënë shumë e lidhur me njerëzit, por të bën që të largohesh pak prej tyre për profesionin që unë kam. Por çdo ditë më thonin disa njerëz që sa mirë na shërben, sa mirë kujdesesh, po sikur të kujdesesh në një formë tjetër. Po nuk është se e kisha marrë ndonjëherë kaq seriozisht këtë gjë, po kjo gjë po përsëritej shumë shpesh dhe kur mua më erdhi ftesa, do me thënë, jo të themi që u trondita, po që e pata pak me vështirësi për ta pranuar. Duhet ta procesoja. Duhet ta procesoja, patjetër. Patjetër, është vendim shumë i rëndësishëm, por ata që mua më ndenjen më shumë afër ishte familja ime. Do me thënë, i pyeta ata të parët, në qoftë se duhet ta bëj, dhe në qoftë se ata shihin te unë më të voglin dyshim që unë nuk do ta bëja dot, sinqerisht nuk do isha futur. Por kanë qenë të parët që më thanë ti e bën këtë gjë, sepse ti e bën çdo ditë këtë gjë në rrethin tënd të ngushtë, po sikur dalësh më tej, do ta bësh shumë herë më mirë. Kështu që unë sot jam këtu me besimin e familjes time dhe çdo ditë tani kur shoh qytetarët është një mrekulli shumë e madhe. Sinqerisht, mua sot më ka ndryshuar jeta. Ka ndryshuar jeta? Patjetër. Kjo përvojë deri tani? Patjetër, po, më ka ndryshuar, sepse nuk kam qenë një njeri, ndoshta edhe në rrjetet e mia sociale, ndoshta edhe në profilin tim, e kam pasur një profil të ulët, kam bërë punën time, nuk kam qenë një njeri shumë i ekspozuar, nuk më pëlqen mua shumë ekspozimi. Do me thënë më pëlqen puna që bëj dhe do doja të njihesha me punën time. Tani që unë njihem më gjerë, është një ndjesi edhe e bukur, por edhe sytë që të shohin gjatë gjithë kohës që ndoshta dhe thonë që po pse zgjodhe politikën. Nuk bën politika për ty, më kanë thënë shumë njerëz. Kjo është e kuptueshme zonja Hoxha, sepse në tërësi në 33-34 vitet e fundit, politika ka një njollë jo të këndshme mbi të, sepse ka patur njerëz në 3 dekada e gjysmë, të cilët kanë hyrë në politikë për të marrë. Nuk kanë qenë suksesshëm në profesionet e tyre, ndaj kanë hyrë politikës për t'i provuar vetës që janë të suksesshëm, por kanë hyrë me qëllimin e gabuar për të marrë dhe më shumë për veten se sa për të dhënë. Dhe unë i bëj një pyetje.
në profesionin tuaj, se duhet t'ju ndihmoj pak, kjo pjesë, të nxjerrni më të mirën tuaj. Në profesionin tuaj keni qenë suksesshme? Unë vitesh nga një traditë familjare dhe nuk është shumë e lehtë, më beso për këtë, që kur ti ke prindër të suksesshëm, fëmia i tyre të shkosh në nivelin e tyre. Dhe kjo gjë shoqëron jo mua, po çdo fëmijë në familje që ka një prind në suksesin e tij dhe gjithmonë do atakohet që është fëmia në këtë rast i doktor Seidit. Dhe nuk është shumë e lehtë ta vësh emrin tënd. Sa do e aftë ty me emër se sa i e bia babait tënd. Kjo është shumë e vërtetë. Dhe unë këtë gjë e kam parë po themi tek juristët, tek noterët, tek çdo gjë, te arkitektët në çdo profesion. Por kur tani, mas disa vitesh, njerëzit kur vinë në klinik dhe e thonë me plot bindje që doktor, ne duam vajzën tënde, sepse na pëlqen më shumë vajza jote dhe është një ndjenjë shumë e lartë krenarie, pa diskutim. Dhe unë sot them me plot bindje mbas shumë vitesh punë, sepse puna jonë nuk mund që ti jesh specialist i mirëfillt në vitet e para të tuat, asnjëherë ne nuk kemi, si me thënë, një rritje profesionale në kulm edhe pastaj nuk kam, gjithmonë e rritemi, por unë mendoj që ai sa kam bërë për njerëzit, për ata që mua më kanë pranuar si mjekën e tyre, edhe për mua është lumturi shumë e madhe. Dhe unë vazhdoj të jap kontributin çdo ditë në klinik. Atëherë, ky kontribut dhe sukses profesionin tuaj është fare e thjeshtë. Ta jepni edhe në politikë dhe është formulë e suksesshme dhe në shërbim të qytetarëve. Ndaj e nisa në pyetjen e suksesit. Po, është një formulë në vazhdim që unë do doja ta zhvilloja më shumë. Sepse nuk ka edukim, nuk ka shkollë, nuk ka universitet që përgatit deputetët, ministrat, ministrat, madje edhe mbretërit jo. Kështu që njerëzit e suksesshëm në profesionin e tyre është mirë të kalojnë politikë dhe të kemi sa më shumë të tillë në mënyrë që të ecim përpara. Po, ne kalojmë çdo ditë njerëz, pafund njerëz. Dhe ishte bërë një, nuk mund të them tradit, po mbase mund të jetë e jona si shqiptar ose si mentalitet shqiptar është që tek një profesionist, po marrim rastin e një mjeku stomatolog ose të një doktori, fillimisht fillohet me një problematik të atij që mund t'i ketë ndodhur atë ditë ose pak ditë më përpara. Dhe pastaj fillon në problemin për cilin ka ardhur. Dhe pa dashje, përfshihesh në atë moment jetës ti. Mbase i duket si ndihmë që neve mund ta ndihmojmë, mbase i dukemi ndonjëherë më ndodh rëndom ta mendoj si karrike psikologu që ti dëgjon ata njerëz, po përfshihesh kaq shumë sa që pastaj e mbaron dhe problemin që kemi edhe pa dashje e merr atë histori, po çdo ditë merr histori të tilla. Edhe kjo gjë fillon edhe të bëhet si pjesë e jetës. Do me thënë, e njoh këtë person nga kjo histori, pastaj mendon e zgjidhi këtë problem që ka pasur, ndoshta dhe në diskutime me njerëzit e referon si histori të X personi. Pra bëhet pjesë e jotja pa dashur. Kështu që doktoresh, është fare e thjeshtë dhe gjërat në jetë janë të thjeshta, por ne njerëzit i komplikojmë. Sepse vragat e shpirtit janë më të thella dhe të dhëmbin më shumë se sa vragat fizike të dhëmbëve në rastin tuaj, apo të zemrës, apo të mendjes, apo të gjymtyrëve tona për mjekët e tjerë. Dhe kjo është çfarë intereson njerëzve më shumë, të kuptosh dhe të komunikosh me shpirtin e tyre. Është vërtet. Unë këtë gjë e kam ndjerë çdo ditë, çdo moment. Kështu që kjo për mua më mbush shpirtin çdo ditë. Vjen mirë, por më duhet të kaloj pak tek politika. Patjetër. 11 maj. Së pari, çfarë mendoni për Edi Ramën? Unë Edi Ramën e kam ndjekur nga televizioni, kam ndjekur politikën e tij.
më ka pëlqyer gjithmonë kur dilte në debate televizive dhe e ndiqja si një qytetare e thjeshtë që interesohet për shtetin e saj dhe për të kuptuar se çfarë po ndodh në politikën tonë. Dhe kam pasur gjithmonë si interes për të ndjekur këto gjëra politike që ndodhin në Shqipëri. Edi Ramën kohët e fundit kam pasur rastin që ta takoj më nga afër. Patjetër. Dhe ajo që mendoj realisht për Edi Ramën është që është një person që i do shqiptarët dhe i do Shqipërinë. Ashtu siç unë e nisa pak më përpara dhe të thash që unë e dua Dibrën dhe e mbroja. Tani dua Durrësin dhe e mbroj, dua Shqipërinë dhe e mbroj. Kurse si larg kësaj, të njëjtën gjë mendoj për Edi Ramën, që i do shqiptarët, e do Shqipërinë dhe mendoj që është gjëja që e besoj vërtet dhe e besoj në mënyrën se si ai flet dhe mënyrën se si ai po e bën politikën, që këta shqiptarë të rrinë këtu, të japin kontributin e vet këtu, që të shkojmë në Bashkimin Evropian, që të jemi dinjitos dhe që ta vëmë atë krenarin tonë që e kemi pasur gjithmonë, edhe që ndoshta me Bashkimin Evropian do jetë ajo maja e piramidës, edhe kjo është ajo që unë mendoj. Do me thënë, pa dashur as të bëj unë komplimenta shumë të mëdha dhe as të bëj gjëra që përgjithsisht bëjnë politikanët. Unë këtë mendoj realisht për Edi Ramën. Zëna Hoxha, kërkoni mandatin e 4 të qeverisës. Është kërkesë historike e një partie politike. Po. Sepse asnjë parti e mëparshme nuk ka kërkuar, nuk ka shkuar në zgjedhje duke kërkuar mandatin e 4. Ndaj, kjo bisedë me Disnesh ishte shumë njerëzore dhe ju komplimentoj për këtë. Shumë faleminderit. Por tani kemi përgjegjësinë ndaj qytetarëve të qarku Durrësit. Për të thënë disa arsye përse duhet të votojnë Partinë Socialiste më 11 maj dhe ju nominalisht si kandidat e Partisë Socialiste të votojnë Entela Hoxha. Lutem, ata duan të dëgjojnë disa shpjegime. Përse? Partia Socialiste mandatin e 4 pa diskutim që do ta marri, është e vetmja parti që mund të bëj të gjitha këto premtime që bëhen çdo ditë. E thash më përpara, është një njerëz që e do Shqipërinë dhe e ka mision të tij këtë gjë, ashtu e gjithë Partia Socialiste. Të gjithë pjesëtarët, gjithë ekipi i Durrësit po bën të pamundurën që kjo forcë politike të dali dhe ta marrë këtë mandat të 4, sepse e thash, nuk ka asnjë forcë tjetër politike që mund t'i bëj këto gjëra në këtë rrugë që ne jemi nisur. Është Bashkimi Evropian, është të gjitha këto premtime që janë mbajtur, sepse ne shohim çdo ditë. Pra, ne shohim vepra çdo ditë. Kështu që mendoj me gjithë thjeshtësinë e botës, është e vetmja që mund ta çojë Shqipërinë përpara. Asnjë forcë tjetër nuk mundet ta bëjë këtë gjë. Kështu që e besoj fort që do ta çojë dhe do t'i shkojmë deri në fund kësaj gjëje. Për Shqipërinë, për shqiptarët, për popullin dursak, për çdo gjë që është në planet për të bërë, që janë disa që tashmë dhe ndoshta edhe nuk është momenti që u t'i përmend sepse përmenden çdo ditë, por janë në plane për të bërë, janë bërë dhe sigurisht që do jetë edhe më shumë akoma. Dhe ju i bët apel për numrin 5. Po për ju personalisht. Unë bëj apel për numrin 5 pa diskutim, sepse kjo është gjë e rëndësishme njëherë që numri 5 vërtet duhet të votohet masivisht. Pastaj për kandidaten Entela Hoxha. Do doja që njerëzit kur të shkonin në kutinë e votimit, aty ka shumë kandidat të respektuar, që unë gëzoj një respekt shumë të madh për ata. Është hera e parë që unë i kam njohur dhe sinqerisht më kanë dhënë një feedback shumë pozitiv, ka një frymë shumë qytetare dhe unë këtë e vlerësoj shumë. Ndoshta shumica prej tyre njiheshin më përpara, unë absolutisht nuk njihesha dhe më kanë mirëpritur.
Por tani do dal në kërkesën time për të më votuar mua. Do doja që atje në ato kuti votimi votën për mua ta jepnin me zemër. Ta besonin Entela Hoxhën, ta besonin për çdo gjë që ajo bën çdo ditë dhe që do të vazhdoj ta bëj çdo ditë. Vetëm me zemër ta votonin. Votën time ma jepni me zemër. Po, votën time ma jepni me zemër. Jo, kjo është shumë e bukur. Për këtë ju komplimentoj sepse nuk ishe dëgjuar më parë. Po, mendoj që është votë shumë dinjitoze, është vota më e bukur që unë vërtet do ta përjetoja. Unë e besoj që mandatin e 4, si çdo politikan që patjetër që e dëshiron dhe në politik gjithmonë ka fitore dhe nuk ka humbje, por unë fitoren time do ta doja vetëm kështu, vetëm me zemër. Vetëm me vota zemër. Po, vetëm me vota zemër. Dhe me këtë apel kaq të bukur, ju falenderojmë që ishit në Flasim Hapur. Shumë faleminderit ju. Dhe mirëpresim në episode tjera. Shumë faleminderit. Faleminderit që na ndoqët, ne u takofshim në episodin e radhës.